5 minuta me Zotin. Paqja, drita dhe gëzimi. Jezusi u tha nxënësve të vet: për një mend po ju them, çdo gjë që ti kërkoni Atit në emër tim, do t'ju a jap. Deri tani asgjë nuk kërkuat në emër tim. Kërkoni dhe do të merrni që gëzimi juaj të jetë i plot. Jezusi në mësimin e vet i kthehet rëndësisë së lutjes në jetën e besimtarëve. Ai vetë ishte njëri që lutej shumë dhe dinte më së miri vlerën e lutjes dhe rëndësinë e saj në jetën tonë. Krejt jeta e tij ishte drejtuar Atit, ndërsa në lutje ndjente bashkimin e plot me Atin dhe kishte mundësi të thoshte se është një me Atin. Që nga tani nxënësit kanë mundësi të luten në emër të Jezusit. Pasi që lavdërohet, do të jetë pranë Atit dhe nxënësit do të kenë mundësi t'ia drejtojnë lutjen e vet. Prandaj lutje që ja drejtojmë Atit i përfundojmë me fjalët: "Këtë po ta kërkojmë ne për Krishtin Zotin ton." Jezusi na premton qartë se do ta plotësojë lutjen tonë. Çdo gjë që ti kërkoni Atit në emër tim, do t'ju a jap. Mirë po, ne aq shpesh në jetën tonë hasim në mos suksesin e lutjes. Lutemi për nevojat e ndryshme dhe na duket se nuk ja dalim të marrim. Se pas lutjes nuk ndryshon asgjë në jetën tonë. Ne kemi shndruar lutjen në tregti. Lutja jonë është ngarkuar me mentalitetin tonë të përfitimit material. Afrimi tek lutja është shumë i materializuar, ne te ka shumë pak shpirt feje. Në lutje tona nuk kemi mjaft besim, prandaj nuk dim se si të lutemi. Pas pak çasteve, Jezusi do të jetë në kopshtin e Gjetsemanit në lutje. Në vetveten ndjen dyzimin mes asaj që ja ofron natyra njerëzore dhe asaj që prej tij kërkon Ati. Në lutjen e vet është i sinqert dhe i paraqet ndjenjat e brendshme. I lutet Atit që ta largoj kelkun, që mos të psoj. Këtë gjë e përjeton shumë fuqishëm në vetvete. Frika në te ishte aq e fortë dhe lufta aq e madhe sa që u djersit në gjak. Ndjehej plotësisht i vetmuar në mundimin dhe në lutjen e vet. Asnjërin prej nxënësve nuk e kishte pranë. Mirë po pikrisht në këtë lutje, Jezusi gjeti paqen dhe u lut për atë gjë që kishte nevojë. Në lutje gjeti zgjidhjen e problemit që kishte për shkak të natyrës njerëzore dhe të asaj që e kërkonte Ati. Duhet ta kujtojmë shpesh lutjen e Salomonit. Ai lutet që ta ketë zemrën e ditur dhe hyi përgjigjet dhe ja dëgjon lutjen shumë me zemërgjërsi se sa i lutet Salomoni. Pasi që në lutjen e vet u ngrit sipër kuptimit material dhe nuk kërkoi as jetë gjatë as pasuri, i ja dha zemrën e urtë dhe të kuptueshme, por i dha edhe ato gjëra që nuk ja kërkoi: pasurinë dhe lavdinë. Në këtë mënyrë, me anë të lutjes arrihet gëzimi. Kështu lutja bëhet burimi i paqes, dritës dhe gëzimit. Kështu lutja bëhet fuqi jete. Prandaj së pari duhet kërkuar zemrën e urtë dhe mendjen e ndritur. Në lutjen tonë kemi nevojë të jemi të matur. Na duhet të lutemi që të shohim për ta zgjedhur rrugën tonë. Na duhet të lutemi për gëzim dhe kthjellësi në zemër dhe në fytyrë. Me lutje hym në botën e hyjit. Këtë përvojë nuk ka mundësi ta bëj askush për mua, asun këtë përvojë nuk ka mundësi t'ia dhuroj askujt. Me duhet që vetë të hyj në te. Në këtë gjë plotësohet gëzimi im. Ti o Zot, në çastet e fundit të jetës sate toksore, nxënësve ju fole për rëndësinë e lutjes që sjell gëzimin e jetës. Ndjej se si lutjen time mundon bezdia e vazhdueshme dhe shkapërderdhja. E kam shumë të vështirë për të lutur. Nuk kam besim. Ndërsa ti më thua haptas, kërko e do të gjesh.
Nuk jam I qëndrueshëm, I përvuajtur as guximtar. Me duhet që në çastet e rëndësishme të jetës sime, në çastet e tundimit dhe të dobësisë, ta dyfishoj lutjen time. Madhëro shpirtin tënd. Ai le të lutet në mua pasi që unë nuk di se si të lutem. Më ndihmo që të kuptoj se vetëm në lutje do ta gjej paqen, dritën dhe gëzimin. Këto ju a thash në shëmbëltyra, po vjen koha kur nuk do t'ju flas më në shëmbëltyra, por haptazi do t'ju shpall për atin. Atë ditë keni për të lypur në emër tim, e nuk po them se unë do t'i lutem atit për ju. Vetëm pas ngjalljes së Jezusit dhe zbritjes së Shpirtit Shenjtë, do të vi mënyra e re e drejtimit dhe e kuptimit të atyre gjërave që nxënësit I përjetuan me Jezusin. Kjo është dita e re, shikimi I ri, që do të plotësohet në mënyrë përfundimtare kur do ta shohim hyjin ashtu siç është. Jezusi mbetet edhe me tutje I vetmi ndërmjetës. Secili nxënës është I bashkuar me Jezusin dhe dashuria e Atit kështu është e pranishme në secilin nxënës. Sepse vitati ju do, pas ju me deshet mua e besuat se dola prej hyjit. Dola prej Atit dhe erdha në botë, prap, po e le botën e po kthehem tek Ati. Jezusi paraqet njësinë mes vetes, Atit dhe nxënësit. Kjo është njësia mes dy botrave që nuk janë të mbyllura në njëra tjetrën. Jezusi erdhi nga bota hyjnore dhe e tregoi dashurinë e Atit ndaj nesh. Kthehet përsëri në qiell, ku do të vijmë edhe ne dhe ku do të realizohemi plotësisht së bashku me te dhe të tjerët të kënaqur dhe të lumtur plotësisht. Ky I ta dhuroft secilën ditë me shumë gëzimin, dritën dhe paqen.